Jezusi para Pilatit. Atëherë unë ngritën të gjithë së bashku e quan te Pilati lezon ta padisin. Këtë njeri e zonë duke nxitur popullin tonë në kryengritje, ndalo t'i jepet Cezarit tatimi e për vete thot se është Mesia mbret. Pilati e pyeti, a je ti mbreti i judejve? Ai i përgjigji, ti po thua. Pilati u tha atëherë kryepritëve dhe vëzhgjelisë, kur farë fajit s'po gjejnë këtë njeri, por ata ngulin këmbë duke thënë, ky po çon popullin në kryengritje duke mësuar në mbar Judi, qysh prej Galileës, kur ai filloi e deri këto. Jezusi para Herodit. Në këto fjalë Pilati pyeti, e mos është ky njeri Galileas? Kur e mori vesh se është nën pushtetin e Herodit, e dërgoi te Herodi, që ndër ato ditë gjendej edhe ai në Jeruzalem. Herodi u gëzua fort kur e pa Jezusin. Ka herë kishte pasur dëshirë ta shihte, sepse kishte dëgjuar shumë për ta dhe shpresonte se do ta shihte ndonjë mrekulli të tij. Ai bëri shumë pyetje, por se Jezusi si përgjigji fare. Aty ishte edhe krerët e priftërinëve dhe skriptë, të cilët e paditnin me këmbët gule. Herodi bashkë me ushtarët e vet e përbuzi Jezusin dhe vuri në lojë, e veshi me petka të bardhë dhe ja ktheu Pilatit, por atë ditë Herodi e Pilati u bën miq me parë, ishin armiq. Jezusi i gjykuar për vdekje. Pilati grishi në mbledhje krerët e priftërinëve, antarët e Këshillit të Lartë dhe popullin, dhe u tha, këtë njeri e sollën para meje duke paditur se po nxit popullin në kryengritje, dhe ja unë pyeta para jush, a nuk i gjeta farë fajit për të cilin ju e paditni, por as Herodi pasi u kthye prap tek ne, që pra ai s'ka bërë asnjë gjë që të meritoj vdekjen. Prandaj do ta dëshkoj e do ta lëshoj, por ata zonë e të bërtasin njerëzari. Këtë vraje e na liro Barabën. Baraba ishte i burgosur për shkak të një kryengritje e për vrasje. Pilati foli prap, sepse dëshironte ta lironte Jezusin, por ata bërtitën. Kryqëzoje, ai u tha të tretën herë, por të keqe ka bërë, unë nuk gjeta në të fajit që meriton vdekjen, do ta dëshkoj para dhe do ta lëshoj. Por se ata me britme të mëdha e me këmbgulje kërkonin ta kryqëzojnë birin, britma e tyre bëheshin për herë e më të mëdha. Atëherë Pilati vendosi të bëhej ashtu si kërkonin ata. U lëshoi atë që e burgos për kryengritje e vrasje, ata që kërkuan, kurse Jezusi u dorëzoi vullnetit të tyre. Kryqëzimi i Jezusit. Ndërsa po çonin për ta kryqëzuar, kapën një farë Simonit prej Sirenit që po kthehej nga fusha. Ja vunë në krah kryqin që ta mbarë pas Jezusit.
pas tij shkonte një shumicë e madhe njerëzish e disa gra që e qanin dhe vajtonin. Jezusi u kthye ka ato dhe u tha: "Bijat e Jeruzalemit, mos më qani mua, por qani veten e fëmijën tuaj, sepse ja po vjen koha kur do të thuhet lum Beronjat, lum ata që s'lindën kurrë e që nuk patën kujt t'i japin gjinj. Atëherë do të filloj t'u thojnë malevet, bini mbi ne e kudrave na mbuloni, sepse nëse veprohet kështu me drunten jo ma çka do të ndodhë me të thatën." I sollën edhe dy të tjerë pagshi për të vrarë bashkë me ta. Kur arritën në vend që quhej Kafk, aty e kryqëzuan atë dhe pagshit, njërin në të djathtin e tjetrin në të majt. E Jezusi lutej: "Fali o atë, se nuk dinë ç'bëjnë." E për të ndarë petkat e tija qitën short. Populli rrinte aty e kundronte anëtarët e Këshillit të Lartë e përqeshin duke thënë: "Tjerët i shpëtoi, le ta shpëtoj vetveten, nëse është Mesia i hyjut, i zgjedhuri." Edhe ushtarët e vinin në lojë, i u afroan për t'i dhënë uhull dhe i tha: "Nëse je ti mbret i judejve, shpëto vetveten." Bita ishte edhe bishkrimi: "Ky është mbreti i judejve." Njëri nga kriminalët e kryqëzuar e fyente: "Po a nuk je ti Mesia? Shpëto veten dhe ne." Por ai tjetri e qortoi shokun: "Ati nuk e dëruan hyjun që po vuan të njëjtin dënim si ai. Sa për ne kjo është drejtësi, por po marrim ndëshkim e meritim për veprat tona." Po ky s'bëri asgjë të keqe dhe tha: "Të bie ndërmend për mua, o Jezus, kur të arrish në mbretërinë tënde." E Jezusi i tha: "Për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në Paradiz." Vdekja e Jezusit ishte rreth orës 6 e terri e mbështylli mbar tokën deri në orën 9. Dielli u zon e kullëtrina e tempullit u nda në përmjedis. Atëherë Jezusi partiti me zë të madh e tha: "O Atë, në duart e tua po i dorëzoj shpirtin tim." Sa tha këto lla shpirt. Centurioni, kur pa ç'ndodhi, zori në të lëvdoi hyjën dhe tha: "Ky njeri ishte me të vërtet i drejtë." Po edhe të gjithë njerëzit që u grumbulluan për të parë ngjarjen, kur pan se ç'ndodhi, u kthyen duke rrahur krahërorin. Të gjithë miqtë e tij rrinin larg, po ashtu edhe gratë që kishin përcjell prej Galileas dhe po vërenin varrin e Jezusit. Atëherë erdhi një njeri që quhej Jozef. Ky ishte antar i Këshillit dhe burr i mirë dhe i drejtë. Ky nuk e miratoi vendimin as veprimin e tyre. Ishte prej Arimateje, qyteti i Judas, dhe priste mbretërinë e hyjit. Shkoi te Pilati duke ia lypur trupin e Jezusit. Pasi e uli prej kryqit, e mbështylli në pëlhur, e vurin në varr të glendur në gur, ku ende askush s'ishte varrosur. Ishte dita e përgatitjes, e po afrohej e shtuna.
e përcollën dhe gratë që erdhën me Jezusin prej Galilejës e pranë vorrit dhe si u vënë trupi i Jezusit. Pastaj u kthyen dhe përgatitën erat e mira dhe vajrat e erëndshëm të ngjallëve të Jezusit. Të shtunën mbajtur pushimin e caktuar prej ligjit